Nga pritjet në ato që ka ndodhur, nuk është realizuar ajo që ka pas PDK-ja si dëshirë ose si projekt për me realizu. Kem pas edhe historina të ndryshme, edhe brana PDK-s, që s'ka pas në të kalumen, por kjo është fuqia që ja ka dhënë PDK-s dhe ja jep elektorati i saj. PDK-ja dhe kryetari i PDK-s duhet ta ketë parasysh se nuk është Hashim Thaçi. Dhe nuk është njeriu i fuqishëm që nuk e ka bë dysh fjalën askush brenda partisë. Ramizi ka, ju menoj, po kështu edhe është. Ramizi ka fitu kundër kryesisë Partisë Demokratike, pra ka mujt kryesinë e Partisë Demokratike. Ramizi ka mujt qatë pjesën e degës së Partisë Demokratike Ndrenas që kanë qenë kundër tij, e ka mujt kandidatin dhe i ka mujt edhe 3 kandidata, sa kanë qenë tjerë, dhe ka fituar. Do duhej me u diskutu dhe me reflektu që të mos përsëriten ngjarje të tilla.